Pak ditë më parë, një shqiptar i Kosovës, i cili kishte lindur, ishte rritur dhe edukuar në Gjermani dhe i diplomuar si inxhinier rrugësh në një pozicion shumë të rëndësishëm në sinjalistikën rrugore në Gjermani, më çoi një mesazh tronditës. Ai kishte udhëtuar në Shqipëri gjatë verës dhe ishte rikthyer sërish këtë fillim vere dhe më tha që rruga nga Elbasani për në Rogozhin e kishte detyruar të shite që ndryshimi sinjalistikës ishte gati 2 tabela për çdo kilometër. Sipas tij, ky ndryshim i tillë është kriminal sepse shpërqendron drejtuesin e mjetit, krijon problem në mënyrën se si ai e ngjet makinën dhe është burim i mirë fill të aksidentesh. E provova vetë dhe ftoj këdo që nga policia rrugore, që nuk ka asnjë faj në këtë mes sepse duhet thjesht të zbatoj sinjalistikën e drejtorisë rrugëve, që të numroj. Nga rreth rrotullimi Rogozhinës deri rreth rrotullimin e Bradasheshit janë 65 tabela që njoftojnë shpejtësinë me 6 shpejtësi të ndryshme, 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 80 km/h. 6 shpejtësi të ndryshme në 38 km, 65 tabela sinjalizuese. Është skandaloze, po ndiqeni videon e plot që të bindeni vetë. 12, pa kaluar 20 metra, 13, ja dhe tabela e 14. 14, duhet jesh me 60. 15. Tabela e 15 me 20, pa kaluar 20 metra. 20. Dhe pa kaluar 15, e 16. Tabela e 16. Nuk kemi bërë akoma 8 kilometra. 16 tabela, 2 për çdo kilometër. 17, shqipeni. 17, tabela e 17, tabela e 18, 18 tabela, prit, tabela e 19, 60, tabela e 20, 80, 20 tabela. Deri tashti. Vazhdojmë tutje. 20 tabela. Tabel mbete 21, po vazhdojmë. 20 jemi akoma. 20, erdhi tabela tjetër. 21 me 60 fix, 15 metra më tutje 20, 22. Si mund tulet 20 km për 20 metra? 22. Vazhdojmë akoma. Tabela e 23. Ja, 80 km/h. E 23, nga 20, 80 për njerë. 23. Tabel tjetër. Tabel tjetër. Tabela e 24 me 50, 24. Mbasi ke ecur 50 metra, vjen tabela e 25 që thot 80, hajde shpjegoje 80, 25-ta. Dhe me njerë pasaj vjen e 26-ta që thot prap 80. 26 tabela në rrugë, ti duhet kesh mendje për t'i parë të gjitha. 26 tabela deri tani. Vazhdojmë, 28, tabela tjetër, ulet shpejtësia. E 29-ta tabel, e 29-ta 60, mas 20 metra është 20, e 30-ta tabel. 20 km duhet të zbresësh për 20 metra. 30 tabela. Vetëm ti jesh pilot që t'ulesh e të ngresh shpejtësinë çdo sekond. 30 tabela. Rruga Peqin Elbasan është 38 km. E 31 tabela tjetër, 32 tabela tjetër, 32 tabela tjetër,
32 tabela tjetër. Vazhdojmë. Po afrohemi të tabela e 33. Tabela e 33 dhe me njerë pas asaj vjen tabela e 34. Nga 60 shkon 40, 60 ishe 34 tabela. Nuk po flas shenjat e tjera, sinjalistikën, kthesat e gjë, sepse ato janë okay. 34 tabela deri tani. Tabela e 35. Tabela e 35. 20 km/h dhe 35-ta. Tani vazhdojmë te 36-ta, 20 km/h. Pasi kemi kaluar qendrën, 36-ta, 20 km/h. Vazhdojmë. E 37-ta, 20 km/h. E 38-ta, 50 km/h tani. Keni parasysh makinat me 50 km/h me këtë ecje? 38 është çmenduri, me këtë ecje makinat me 50 km se di. 38-ta, ja prit se kemi prapë përpara. Kemi 18 km nga Rogozhina deri këtu dhe 38 tabela. e 9 tabela, 40 tabel shpejtësie vetëm, e 40-ta në 19 km. Tabela e 41, 50 km/h, e 41-ta. Hajde merre vesh pse kalon nga 80 në 50, këtë nuk e kuptoj dot. Mos i kap gjithë atë. 42. 42. 43, 50 prap. 44, 20. 44. Vazhdojmë. U afrua e 45-a. 45-a. 80, 45-a. Makinat bën komplet lëmsh, s'din nga të marrë. Sa japin shpejtësi, duhet ngadalsojnë. Sa ngadalsojnë, duhet japin shpejtësi. Me 40 km/h, me mobilitetin, me shpejtësinë që ka makinat e sotme, është e tmerrshme. Kemi tabelës së 46. Tabela e 46, ja ku është, e 46-ta, 60 km. Tani tabela e 47, 20 km, e 47-ta. Vazhdojmë se do ketë akoma. 47-ta. Kryqëzimi që të qonë për Belsh edhe Cerrik. Tani e 48-ta. 48-ta e 48-ta. Pra kemi ndrime shpejtësisë 20, 40, 50, 60, 80. 5 lloje shpejtësish në 20 km. 5 lloje shpejtësish dhe 48 tabela. Deri tani, vazhdojmë se ka dhe një 12 km. Tani shkojmë te e 49-ta. E 49-ta, 50 km/h. E 49-ta. Vazhdojmë. E 50-ta, 30 km/h. E 50-ta. Do më thënë kemi 20, 30, 20, 50, 60, 80. 6 lloje të ndryshme tabelash. Të merë.
po i afrohemi të 51-ës nga 30, ja tabela e 51. E 52-a, 80. E 53, 20 km. 53 tabela. Vazhdojmë. 4. 54. 54. 55. Tabela 55. Afron tabela e 56. 20 km, 56. Tani tabela e 57. E 57 dhe me njerë pasaj e 58, që është e njëjta tabel 50 metra më tutje po 50, e 58. Makina ime që i merr automatikisht është komplet e çoroditur, e 58. Vazhdojmë. Tabela e 59 dhe këtu tabela e 60. 60 tabela. Tabela e 61. Tabela e 61. Tabela e 62. Tabela e 62. Shohim se sa vazhdon akoma, si mund t'jetë një shofer i fokusuar të gjitha. E 62. Do bëj rrethrodullimin deri tek Bradasheshi. E 62. E 62. Edhe arrita rrethrodullimin e Bradasheshit, që është një kaos në vete. 62 tabela deri në rrethrodullimin tjetër, pra që është zyrtarisht fillimi i autostradës Tiranë-Elbasan, është 38 km. Deri tani janë 62 tabela të sinjalistikës vetëm të shpejtësisë. 62, të shohim sa janë. 62. E 63-ta, që thot 20 km/h, e 64-ta që thot 20 km/h prap, e 64-ta, e 65-ta, e 65-ta, dhe këtu arritëm në rrethrodullim. E 65-ta, këtu po ndërpres, po dal pak anash ja ku thot Tiranë, nga Rogozhina në Tiranë, 65 tabela, këtu po të fus dhe të 66 po të duash, po kjo dhe s'po e llogaris. 65 tabela për 38 kilometra. Bëra një llogari vetëm tabelat e shpejtësisë, uljes dhe ngritjes shpejtësisë. 65 tabela për 38 km, 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h, 60 km/h, 80 km/h. Kështu që